tani vjen ai momenti që njeriu normalisht do të dalë, do të ikë, do të largohet. Ky moment mu faktikisht më kujton me një ngjarje. Pejgamberi alayhis salam atë natë që e kalon në Mekën, kur ka dalë në Muallat, e ka kthy kokën nga Mekja dhe ka thonë: Pashallah, unë me di që I ti e veni më I dashur I Zotit tonë. Unë kur nuk do t'ilqa prej teje, po mos më kishe zjerë popullet. Edhe ne, alhamdulillah, e tim dhe e besojmë se Meka është veni më I dashur dhe veni I Zotit tonë, po kushtet dhe mundësit tonë janë ato që nuk më lejojnë. Me vazhdojmë këtu se I kishim kushtet dhe mundësit, vallai s'ka një që do me dalë me këti vende. Alhamdulillah. Ne po lëvizim drejt Medinës. Medinja e ka emrin më të bukur në botë mas Mekës. Medinja ka emrin më të bukur në botë pas Mekës. Mekë kanë thonë vjen nga fjala Mekke. Mëja me bën në gjuhën arabe ndrojnë njëna tjetër. Pra mund të thush Mekka, emri Mekës, dhe mund të thush Bekka, emri Mekës. Ta dy emra Mekka. Mekka edhe Bekka. Bekka ka përmend Zoti në Kur'an. Lelleti bi Bekkete Mubaraka. E vendosur në Bekka, pra në Mekë. Kuptimi I emrit Mekë, kanë thonë vjen nga Bekke. E që do me thonë Bekke? Do me thonë qau dhe derdhi lot. Qau dhe derdhi lot. Unë duke menu rreth kësaj gjëje, dola në përfundimin e më poshtëm. Unë duke menu rreth kësaj gjëje, dola në përfundimin e më poshtëm. Që emri Mekë është emër shqiptar. Si, do të thonë ju tani. Shqiptarët kur qajnë fort. Qa thonë, u Mekë duke qa, apo jo? Po edhe kur qeshin fort dhe gëzojnë fort, thonë u Mekë duke qesh. Edhe këtu, ropë, o qeshin o qajnë. O qajnë për gjunofit e tyne, e duke u pendu, e duke I dhëmtur të qabe, e duke u lut në rafate që banej. O qajnë për gëzimit, pra me kuptimin, se shpesojnë shpërblimin e mëtë të Allahut, që është falja e gjunafeve dhe pranimi I duave. Inshallah, ja kam qëlluar. Ne do të shkojmë inshallah t'ala drejt Medinës. Tash Medinja ka emrin më të bukur botë mas Mekës. Si ka emrin Medinja? Qoje El Medinatu Nebawiyya, qyteti I profetit. El Medinatu Munawwara, qyteti I ndriçuar. Tajbe, veni I mirë. Tajbe, veni I mirë. El Wadi Mubarak, ina e bekume. Medinja është vendi që pejgamberi sa se me migrojnë, si që ti sjellë nga Mekka në Medinë, dhe ai pejgamberi sa tha: O Allah o Zotin, u lut Ibrahimi dhe Mekën e bone vend të shenjtë. Unë po të lutem ty o Zotin, që Medinën ta bësh vend të shenjtë. Dhe I erdhi lajmi nga Zoti se është pranuar duaja e pejgamberit alayhis salam dhe Medinja po vend I shenjtë. Njësoj si Mekja. Nuk lejohet të gjuetia e kafshëve të egra dhe nuk lejohet me shkult apo me pre penë. Njësoj si Mekja, madje pejgamberi alayhis salam ka thënë
Allahu ka hodhë në Medine sa të fishi i marsis, i bereqetit dhe i bekimit Mekë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë se Mekja edhe Medinja ruhen nga me lajket e Zotit. Dhe gjali nuk do të futet në to vende se ruhet nga me lajket e Zotit. Medinja është vendi që ka jetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Medinja është vendi që ka jetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas emigrimit dhe është një erë tjetër e zhvillimit të Islamit dhe nga aty nis qytetërimi dhe civilizimi islam. Çdo njeri që e viziton Medinën thot kështu. Çdo njeri që e viziton Medinën thot Subhanallah, çfarë qetësie, çfarë paqe, dhe çfarë mirësie ndjen shpirti dhe trupi njeriu sa po futet në Medinë. Dhe kjo është vërtet vëllezër dhe motra. Çdo njeri që vjen në Medinë ka thotë këtë fjalë. Subhanallah. E si jo, ndërkohë që ajo është toka, dheu dhe veni që ka në brendësinë e vet dhe ngjyrën e vet trupin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, krijesës më të mirë të Allahut, njeriu më të mirë që ka adhuruar Zotin, krijesës më të dashur të Allahut xhelaluhu, vulës së profetëve Muhammedit alayhi salatu wasalam. Medinja, po pejgamberi alayhi salam e largon të keqen dhe njeriu e keq dhe njerëzit e këqij, siç largon hekuri, siç largon zjarrin ndryshkun e hekurit. Ka thënë hadithin tjetër, kur çdo më po keq Medinës dhe banorëve të Medinës, Allahu e tret siç tret kripën në ujë. Dhe ka thonë, Medinja është burimi i imanit. Aty kthehet imani deri në ditën e Kiametit. Dhe ka thënë, cili do që në Medinë bën sajesa në fe ose strehon ata që bëjnë sajesa në fe, që ta gjynë, Allahu do ta tresi siç tret kripën në ujë. E Zoti nuk do të pranojë prej tij asgjë. Medinja është një nga dy vende për cilën pejgamberi alayhis salam ka thonë. Kur e pyetën, o pejgamberi i Zotit, ku ta gjejmë fenë e pastër nëse kohat ndryshojnë? O pejgamberi i Zotit, ku ta gjejmë fenë e pastër nëse kohat ndryshojnë? Tha pejgamberi alayhis salam, në dy xhamijat ose mes dy xhamijave. Në dy xhamijat ka për qëllim atë të Mekës dhe të Medinës. Pejgamberi alayhis salam njoftoi, do të vijë një kohë që do të çlirohet bota në duart e muslimanëve. Dhe njerëzit do të gjejnë vende më të bukura se sa Medinja. Wal Medinatu khayrun lahum law kanu ya'lamun. Medinja është më e hajrit për ta si kur ta dinin ata se çfarë po lejnë. Megjithatë, sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam, nuk e lanë Medinën se panë diçka më të bukur nga mirësitë e kësaj bote, po e lanë Medinën për shpërndarë dhe për hapur dhe për transmetuar fenë dhe besimin islam. Argument për këtë janë tre gjëra të forta. E para, shumë prej sahabëve nuk kanë ndruar jetë në Medinë, por kanë ndruar jetë në Sham, kanë ndruar jetë në Afrikë, kanë ndruar jetë në Azi, kanë ndruar jetë në Republikat Ruse, dhe njëri prej tyre ka varrin në muret e Stambollit, Ebu Ejub el-Ansariu, radiyallahu ta'ala anhu. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, ai
ai njeri që vdes në Medinë dhe varroset në Baqi', unë do t'jem për të dëshmitar dhe dëshmues dhe ndërmjetësues ditën e Kiametit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Medinja ka nxehtën e fortë dhe stodin e fortë. Kur zhduron dhe jeton të, unë do t'jem për të dëshmitar dhe dëshmues ditën e Kiametit. Këto hadithe që unë i përmenda, i kanë bërë disa prej dietarëve të Islamit tonë se Medinja është më e mirë te Allahu se sa Mekka. Gjithë hadithe që i përmenda. Ne musliman përse shkojnë në Medinë, a vlen haxhi apo umre nëse nuk shkojnë në Medinë, po vlen, është saktë. Edhe po serve në Medinë, umreja është saktë dhe haxhi është saktë. Një po është bërë traditë që musliman sa herë që vinë në Mekë, e bëjnë edhe një vizit në Medinë. Se për 5 gjona. E para, për të falë namaz në xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Një namaz në xhaminë time është më i vlefshëm se një namazë ku të që të bëhen mbi përfaqen e tokës, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur vizitojnë Medinën, i japim selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, japim selam Ebu Bekrit radiallahu anhu dhe japim selam Omerit radiallahu ta'ala anhu. 3. Kur vinë në Medinë, vizitojnë Uhudin për t'i dhënë selam dëshmorëve të Uhudit dhe për të marrë mësime nga ngjarja e Uhudit. 4. E vizitojnë Medinën dhe shkojnë në xhaminë e Kuba për të falë namaz atje, se kush falë namaz në xhaminë e Kuba, i shkruhet sevapi i umres, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. 5. Vizitohet Medinja për të vizituar varrezat e Beqijas, ashtu siç vepronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. 6. Se i themi në marrë vizitohet Medinja dhe vizitohet Kopti i Xhenetit, po në ulla mundësia se të është me aplikim edhe me sistem. Zakonisht jemi futur të në njerë dhe nuk ka kanë hapësirë sistemi, sepse kështu e kanë me sistem, në njerë nuk funksionon sistemi. Këta në gjonët që bëjnë musliman dhe Medinë. Në Zotin e Madh që qa kemi po deri sot në këtë pranë. Nësë Allahu në Madh që në Medinë të arrijnë shnosh e mirë, e të arrijnë ato mirësi që pohën Medinë në emrin dhe me shpresën të madhe të Zotit. Amen. Zotin e rohë, Zotin shpërblet, tani jeni qetë, nuk do të shqetësoj hoxha gjithë rrugës, mund të fleni nami, edhe Zotin e tani mund të qetë. Amen. Tani të bëjmë duanëve. Allahu Ekber. O shqiptar! Abrama! Edhe jerë. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Subhana alladhi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar Allahumma anta sahibu fi as-safar والخليفة في المال والأهل اللهم هون
علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده بعده مية وكل الله يشكر فيه. السلام عليكم.